Zonja Age, ne po shëtisnim krejt si grup në rrugën më të vizitume nga turistët e gjithë botës. Poshtë Akropolisit nga krahu i tjetër. Dhe në distancë rreth 30 metra unë shoh një zonjë të moshuar që kishte një furg shumë të vjetër që po tjerte leshdelje dhe ju them grupit që dhe bas sa jo zonja është shqiptare. Po jo, më thonë, ku e njeti se kishte edhe i maske, thash, unë i daloj, i kuptoj me të pare. Edhe afrohem aty, si e një zonjë, thëmë unë, mirë, thot, si e ti, si e si kalon, ulem aty, nga je, nga si e, ishte nga Mirdita, sa vite ke që ushtron këtë profesion, thot, kam 15 vite, sa vje që je, jam 85, a ke sukses, të jash zakonshëm, tha, jam shumë e knashur. Tani unë i gjitha emrin, dhe më ka marrë djali vetë nga Gjermania, ka një djali tjetër në Itali, ka një djali që rrej aty në Greqi, dhe këtë punë e bën në një sistematike. Kam gjetë një foto ku ajo vjen nuse në kal. Si mërë? Po, nuse në kal. Pa jo mund të ketë ardhë nuse para 60 e sa vjetë. Kuptohet, 60 e sa vjetë, taman, dhe është nuse në kal, dhe pash për herë parë një flamur që është me flamur, duvaku, me flamur, so kam një gjuhë për këto duvakët që kanë qenë zakonshëm tradicional, po me flamur, dhe them disa herë pse kim përmend këtë, pa flamur nuk ka dasëm. E kupton ti? Mirë, po kur e pash aty thash, okay, nën lokët tona të pashme që kanë martuar edhe me flamur. Edhe kjo foto është shumë e bukur, pranë të kujtova, pranë desha ta mbyll me këtë moment, të sjell këtë moment shumë bukur dhe ta mbyllim dhe. Faleminderit shumë.